me bisedë. Alba, në këtë moment i kemi 15 pyetje, do të më përgjigjë secili. Okej, po të respektoj ty dhe prandaj po ndaloj. Po të respektoj ty. Do të më javon publikut përgjigjet. Për zotin po të respektoj ty, prandaj po ndaloj. Për zotin falenderoj. Se ndryshe, Okej, po të merrna me pyetje, masanej, çfarë do debati, lidhur me pyetje, na mundohemi me bëj bashkë kurt këto. Nëse me diçka peng, te secili flasim rend. Mbaroj. Përndryshe këto vazhdojnë. Hajde Benita, ekspozohu pak. Unë nuk muj me u shprenë që term që është e bo Alba lojën e fliqt, po thjesht muj me thonë që nështë e do në vëmendjen e gjdo debati, që është mrena në shpe, do vëmendjen, edhe nështë ta mundohet me dalë në prime për gjdo debat, amo jo që është lojë e fliqt. në rast se do kishe kuptuar mu ma që afrimitet sa ke pas në unë, do kishe kuptu që unë nuk kam nevojë të shtire. Ja mune, Ka lidhje, sa po më quajtë të shtirur. Sa po më quajtë të shtirur. Alba, mos i keq kuptoj sana. Okej, du më avë dhe vetës. Atëherë, une mendoj që askush këtu nuk është të luajtë lojtë pest, se për moment që se kam po test njëri, mendoj që loja pest është tjetër gjatë, tjetër nivel. Çka ban Alba, me që shumica thanë për Alba, është vetëm thjesht kërkesë vëmendje dhe ajo mundohet me shfrytëzuar çdo lloj situatë. Jeni shumë gabim, po momentet i vërtetojnë gjërat. S'ka problem se kemi pa shumë klipe. Falenderoj Alba për komentin. Faleminderit për gjitha. Se prap. Benit, mos pyetja e dytë atëherë, Lëndren, kush në këtë tavolinë është më i rritur në moshë, por më i papjekur në sjellje? This is nice. Technically in English, please, so I understand what everyone's saying. So, who's from the ones sitting on this table, who's the most immature one, but older one? Okay. So, older and immature. Okay. Immature in head, older in age. Okay. Okay,